opozitë që tenton të sabotoj procesin e votimit, si dhe hapat e më të keshëm, duke na lënë pra në një rrethon të pamundësisë për konstituim të Kuvendit të Republikës Kosovës. Sot, siç e pat dhe ju dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, patëm dhe një tentim të radhës drejt konstituimit të Kuvendit, si dhe pjesëmarrjes tonë në një proces të votimit që do të nënkuptonte një haptutje drejt konstituimit të institucioneve të Kosovës. Mirë po ne po e shohim që egoja e opozitës është më e lartë se sa interesi i Kosovës dhe konstituimi i Kuvendit, andaj përmes një strategjie sabotuese dhe bllokuese nuk kemi pjesëmarrje të procesit të votimit. Ne kemi qenë vazhdimisht thirrës në sensin që të kemi pjesëmarrje të votimit, qoftë përmes votës për, votës kundër apo abstenimeve, mirë po bie edhe në kundërshtim dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nëse vazhdohet në një proces tutje të mos pjesëmarrjes nga aktorë tjerë të opozitës në këtë proces të votimit. Andaj në rrethana të tilla ne jemi këtu çdo 4 tetor me qëllimin që të ecë tutje me proces, të kemi konstituimin e Kuvendit, të kemi konstituimin e institucioneve tjera shtetërore, si dhe një situatë tutje që mundson një mirë funksionim institucional. Në rrethana të tilla po e shohim që për shkak të situatës së cilën ndodhemi, kemi një opozitë që tenton të sabotoj procesin e votimit, si dhe hapat e më të keshëm, duke na lënë pra në një rrethon të pamundësisë për konstituim të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe pastaj të ecim tutje edhe me procesin e formimit të qeverisë.